Përshëndetje, mirë se erdhët në podcastin e parë me mu Gogën edhe shokun tem Gocatin ose Syla, kështu që sot I kemi një temë mjaft interesante dhe disa pyetje shkurta, kështu që mirë se erdhe Gocat. Faleminderit, mirë se gjeta. Qysh kalova, çfarë bën ja? Mirë, kalova mirë erdha, faleminderit shumë. Mirë shumë. Okej. Sot kemi fol një temë për fushë Kosovën, qytetin që jeton Gocati, më tham shkurt se çfarë mësu, se Syle pranin. Edhe Gocat, çish po nihesh për momentin mirë? Mirë, faleminderit. Çish po kalon mirë? Mirë, nuk është keq. Çka kohë kohën I ka fushë Kosova. Heq jetë e përditshme, çështa. Mirë shumë. Sot I kemi atë dy pyetje, me 3-5 pyetje për ty. Faleminderit. Kështu që pa humbur kohë, po vazhdojnë aty me pyetjen e parë, është çka ju ofron fushë Kosova qytetarëve na ka dhënë pika shkurta. Po fillimisht faleminderit për ftesën. Edhe fushë Kosova një qytetarit e dhuron shembull është që punën e ka ofër, nuk ka nevojë për transport, me pas veturën e vet ose me pas nevojë me prit autobus ose taksi. Edhe janë pagesat pak më të mira edhe ki ofër banimi, domethënë ku banon, Po. I ofër ato dhe shkon shumë shpejt. Po, patjetër mirë. Okej, tash po kalojmë pyetjen e dytë. Çka po ta marr mendja ti për komunikacionin për Kosovë, për dina këtë çështë? Po, fushë Kosovë komunikacioni është, me thonë, shumë I bllokuar. Domethënë ka pas raste kohë të fundit që në semaforat nuk punojnë. Edhe domethënë me semafora bëhet tepër bllokuar, kur nuk punohet, ka kolona tepër gjata. Nuk di njëra ka aksident apo diçka është që u blloku komunikacioni. Me herët se ka policia shembull që nuk dalin shumë, nuk I përcjellin udhkryqjet e semaforave shembull që nuk punojnë, nuk dalin hiç. Nuk ka që I respektojnë pika parë ashtu më thonë edhe ata. Amo bëhet tepër llog, ka edhe mosmarrëveshje në komunikacion, që vjen deri te rrohja, vjen deri te plaguesa, ku vetëm ka pasur një plagus në Kosovë. Edhe është kjo që Si për detaje se s'ka nevojë mirë. Se ma fellni ato janë tjera tema, ma diskutojnë tjera ditë. Okej, tash kam edhe dy pyetje tjera, që mund të përgjigjesh. Përgjigjesh ju. Hajde, vazhdo. Çfarë mendimi keni për çmimet e qirave në fushë Kosovë, banimi, parkingi e shumë tjera sana? Ti çatoj për ditë kaldëna pak përvoja e përditshme në fushë Kosovë. Çmimet janë nashta të mira në bazë që janë edhe pagesat te puna ku e ban, janë edhe pagesat, amo për me kështu shembull kur bëhet puna me shku te një banesë shembull që shkon me banu si në fillim, janë nashta janë pak të lartë, se kur të vish e ki shembull banesën e ki të sot, nuk ki mobile, nuk ki kur gjon. Për të deri sa gjysa e çmimit të pagës tonë shembull që vjen punon, është çaja pagesë në fillim. Shembull bën shumë pas mënime për me ngjit shembull mobiljet në alt në banesën tonë pa marrë parasysh të në katën e tretë, pesën, shtatën, pa marrë parasysh diku në alt. Po. Mirë. Që mund të pas vështirësi për me shtim rana. E sa I përket për shembull parkinge, vane parkinge di që s'ka ato banimi përgjithësi në ato banesa është I mirë. Banimi është I mirë, për parkingje është shumë keq. Thëmë se një blok I banesës ku është, nuk I ka shembull parkingjet për çdo banesë, për çdo banor që mundet me hinto, nuk e ka parkingin e vet. Po. Nuk di njëri ku do të më parku kerrën ose mos e pas kerr hiç, mundet me ardh në fushë Kosovë shembull edhe me jetu çato. Është shumë e vështirë është për me ardh me banu çato me kerr. Po, për këngë dina që është merr atje zotë ajo. Po, gjithsesi. A kalojmë në pyetjen e katërt? Hajde vazhdojmë. Pyetja e katërt është sa I përket gjërave elementare për Kosovë, jetën përgjithësi, si për shembull uji, rryma, mirëmbajtja, banesa, lifti, këto gjëra tjera janë në rregull apo ka disa probleme? Për shumicën këto që ai përmend janë të mira, shembull rryma shembull nuk ka që ka ndërprirje të shpeshta diçka. Po shembull edhe nuk ka tash më këtë varë që sot shpenzojsh që është harxhë çka të bësh. Tash ku adimit po ka shembull harxhë më shumë janë nxejmë jo sana, shembull I ki që mund të pas harxhë më shumë. Për ka ujt është, me thonë ku vetë fundit
në këto gjyksa e Fushkosovës është pa ujë. Po. Nashta me konë 2-3 veta një banesë mundet me mëzon dikush një pjesë që mundet me rezervu ujë, për ndryshe vetëm ka vetë problem. Vjet gjatë ditës pejt i den 4 ki ujë, kur të vish në banesë nuk e ki asë një pikë ujë është keq. Nuk unë është me lëshu kur gjansha në pasru tesha, me bo diçka me lagota, me pi ujë me diçka nuk e ki dhe të një posë të gachme. Patjetër. është shumë e rëndë. Po. Mirë, ato të ditë liftat apo punojnë në rregull apo punojnë çdo ditë? Liftat janë mirë, mundet e pas shembull që ka lifta në Fushkosovë përgjithsisht nga në Kosovë, më thonë që kur të nalet rryma është momenti që kur sit nalet rryma, lifti as nuk të shka poshtë, as nal. Do të thonë mejtë që ato ku është, s'ki ndryshim, s'ki kur gjo mejtë është tërë. Po. Mirë, të kejna pak pyetje spora pet. Çka pi të hik qytetar për Kosovë, ka dhënë pak a shumë, po çfarë mendon ti? A është mirë apo keq ti bëj gjithë kjo lëvizje? Qërë lëvizja bëhet puna që shtash dhe ma heret është që punën e kanë ofër banimit. Edhe shkoku është që janë pagesët pak më të mira që kjo është që ofërën më shumë. Ose mundësit që janë më të shumë atje, ka më shumë mundësi mu lidhë me pozitët e tjera. Po mundësit që shembull se çdo ku të përshtatet ty me punu, e ki mundësinë me gjetë punën edhe me të përshtatet shembull edhe pak po të kuptoj. për jetën tonë. Mirë, gjithsesi ty apo të pëlqen me jetu për Kosovë? Qërë përgjithsisht është të mirë me jetu, amo me pos shembull edhe me ko vetë i dyti shembull me ko me grutane, me fëmijë tu është pak më lehtë. Po. Me ko vetën shembull që shamone është pak e zërshme. Një, të shaj pyetje shtesë të ta baj. A më mirë për Kosovën ka thënë? Qëre katuni i ka ato të mirat e veta, po kthejna pak më katuni mas e falim për shërë. Katuni ka shumë sene të mira. Shemë se në katuni e ki rrymen, e ki ujnë, do me thonë me rëmë të lirë që s'nallet, kohë që do e ki të më të mira në katun, edhe ki ajrin e pastër, për në qytet është pak, shme thonë, e ki punën e ki punën ma ofër, i ki sanë shembull market e ki ma ofër, mjekësinë e ki ma ofër, i ki shumë do sanë që nuk i ki nga të një ki shërë. Mirë, ty apo pëlqen atje? Në shehra në ka të më shumë. Që mu pëlqen shembull në shehër se puna jem mësu nashta me thonë me konë vetë edhe jem mësu me punu që ato mirë është në shirë, nuk është përshtatë, jem përshtatë me ambiente, po me ambiente, për shkësëm jem përshtatë shumë. Qarë me nësi, mirë, okej, në regullë. Okej, mirë, unë për vetis, s'kësha mund me jetu qytet, po thamë banesë, po gjithsesi, se cila ka mundësinë e vetë, se cila po shkën dreqatje se ma nga punë që të ati vetë, po unë për vetis kësha jetu për Kosovë, se kërkon banesë, ama është me një jam, se një. Tash pse jo obligu për shembull për një punë s'ki qare në rregull, po ka shumë sene që do të mundem me diskutu për Kosovën e për shumë shtete tjera, po s'mundem me mri krejt. Kështu që sa për këtë Kosovës, temës së sotit, unë po të falenderoj shumë që e ardhë, edhe po besoj që kemi më po hera tjera, dhe ti pëllet edhe shka që unë edhe këtë soti tash e mas bashkë në podcastin, këtë podcast i parë pro, edhe po besoj që do jo diçka që me përmo, një tema të ndryshme, edhe falënderit nërë kësa shumë, falënderit për në njekni, edhe do shihemi shumë shpejt, do jo ka një podcast të ri ka më gjëru, ka më postu, kështu që shihemi, njihemi, kalani so ma mirë, falënderit.